Përshëndetje, ndodhemi në qytetin bregdetar të Durrësit, ku qyteti është një qytet antik prej 3000 vjetësh, pra do shesim këte apartamentin në katin e dytë me sipërfaqe 105 metra katror, e cila kjo është komplet restauruar, si që shikoni vetë është me çdo gjë, domethënë është investim i ri. Këtu kemi të organizuar 2+1 me 2 balkone. Ju lutem na ndiqni. Pra, si folëm, kjo është çdo gjë me dokumenta, po flasim për qytetin bregdetar, qytetin më të vjetër në Shqipëri, një qytet antik prej 3000 vjetësh, është një qytet ku kërkohet shumë kohë të fundit, është investimi më i sigurt që mund të investojë një shqiptar sot për sot, mund të investojë në qytetin e Durrësit. Ma ndiqni video. Pra, si që të afrimi, ka dy në gjithë mirë shërete, ka 2 balkona afrimi. Jo tha dhe afrimi se Durrësi është 3000 vjeçar, qytet i vjetër. Pra, kërkojnë gjithë Shqipëria dhe gjithë bota po kërkojnë Durrësit. Gjithë Europa po blenë Durrës. Shikoj pak afrimi që ka 2 balkona. Balkoni është shumë të rëndësishëm. Ja ku jemi direkt mbrapa servisit. Do ta shesim afrim shumë shpejt. Ja shtrohem me parketë. O Gjoni, kjo është vetë sepse dyrë termike, instalime të reja. Instalime të reja. Ambazhuar gjithçka të reja. Kjo është vetë. Do të kam bërë, jo do të tjetër. Shikoj sa më vjen. Shumë më vjen. Këtu afrim lidhet me balkonin. Kjo është ka lidhje me balkonin direkt, me 2 balkona. 2 balkona është. 3 dhoma, 2 balkona. Pra, jo më po kërkohet qyteti Durrësit Gjono. Gjithë ato që investojnë në Durrës, është qytet i lashtë. Është qytet i lashtë dhe qytet që investohet, qytet që investohet çuna, goca, zili parë me kamanora. Do të tjetër. Edhe kjo afrim po bën të seri. Po. Tash Puna e çmimit. Dokumenta kemi.